Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon, mirë se u gjej. Të dielën emisionin Familja Jon e nisim me Dr. Filiz Bilir nga Stambolli, ginekologe onkologe, me të cilën do të flasim për llojet e kancerit të qafës së mitrës, rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm dhe metodat inovative të trajtimit që ajo ka sjellë në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2 në Prishtinë. Familja Gölcük'te var aslında. Janë 3 lloje të cilat po hasemi në Kosovë. smundje që janë në Kosovë. Njëra më e shpeshta po është pjesa e qafës së mitrës, është kanceri i mitrës dhe njëjtën kohë po është edhe kanceri i vezorëve. Në pjesën e dytë flasim për suplementin që po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje, Imperium Energy Focus dhe ndikimin e tij në energji, përqendrim dhe performancë gjatë ditës. Mund të merret edhe para ndonjë aktiviteti, ndonjë interviste, diçka që me pas fokusin më shembullun para se marr, veçse që kam pinë me ngjas, gjithashtu kam pas provim para se marr, fokusin e kam 100%. E ki 100%. Bloku i tretë na sjell më shumë informacione për qendrën më të re në Prishtinë, Cloud 11 Club, një hapësirë moderne. Një hapësirë e cila ta jap ndjesinë e kujdesit, shëndetit, qoftë mendor edhe fizik. Te rubrika Magjikët e Vegjël kemi të ftuar 2 shkrimtarë të rinj, Emira dhe Ermir Rama, të cilët do të na tregojnë për pasionin e tyre ndaj shkrimit dhe librat që kanë shkruar. Me shkrimet e mia, unë duhet t'ju tregoj shokëve dhe shoqeve që ata duhet të mësojnë dhe t'i ndjekin gjithmonë ëndrat e tyre. Që ata ose ato të mësojnë dhe ta zhvillojnë mendjen, ta mbushin atë me plot ditori dhe të bëhen të mençur. Për këto dhe shumë materiale të tjera interesante, takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Salloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.